update sa i takon zgjedhjeve dhe numërimit në këtë moment. Përshëndetje Dafina. Përshëndetje Flavio, mirëmëngjesi shikuesve të Syri Televizion. Aktualisht ndodhem pranë gjymnazit Sami apo edhe publiku? Është në rregull, dakord. Edhe një herë lutem Dafina. Aktualisht ndodhem pranë gjimnazit Sami Frashëri në njësinë numër 9, pra është qendra KZAZ-ja numër 40. Në këtë qendër aktualisht janë 73 qendra votimi, pra mbulon kjo KZAZ dhe aktualisht janë numëruar 61 qendra votimi. Për momentin procesi i grupeve të numërimit është pezulluar, pasi kanë kërkuar edhe ata të bëjnë pushimin në këtë KZAZ. Rreth orës 4-5 të mëngjesit të ditës së sotme është ndërprerë numërimi i votave për qendrat e votimit, ndërkohë pritet të fillojë rreth orës 12 Flavio. Për momentin ka qenë një le ta them një ritëm i ngadaltë nga ana e grupeve të numërimit. Janë në këtë KZAZ ndodhen 6 grupe numërimit të cilët merren me kalimin pra të gjitha votave të Flavio, po janë dhe zhurmat e ambientit. Janë 73 qendra votimi në këtë zonë, pra në njësinë numër 9, të cilët do duhet të kalojnë në përduar të gjithë grupeve të numërimit të 6 grupeve që janë aktualisht. Pritet pra nga momenti më falni, rreth orës 12 të nisë sërish procesi i numërimit të votave, pasi por në krahasuar edhe me ditën e djeshme, Flavio, nga se kemi vërejtur, është një proces i ngadaltë, nëse mund ta cilësojmë të tillë, pasi grupet e numërimit kanë ecur me atë hapin e breshkës. Nuk ka patur një ritëm për të kaluar, të mos harrojmë se janë vetëm për subjektet politike, ndërkohë që do duhet sërish ato fletë votimi të kalojnë në përduar të grupet numërimit për kandidatët e subjekteve politike. Pra do duhet të rikthehen edhe një herë atyre fletëve të votimit për të parë se sa vota kanë marrë kandidatët në qarkun e Tiranës apo dhe në gjitha KZAZ-t që janë në kryeqytet. Nëse më lejohet të bëj edhe një rezume të aktualisht përditësimit të dhënave në gjithë Republikën e Shqipërisë në rang qarku, aktualisht si subjekt politik që mban edhe numri 1 koalicioni Partia Demokratike Alanca për Shqipërinë Madhështore, ka marrë në total 451.000 vota e 766 me një përqindje prej 34.49%, e ndjekur nga Partia Socialiste me 52.09%, sikurse kanë marrë edhe nga një mandat. Pra forca e tretë ka rezultuar Partia Social-Demokrate Tom Doshi dhe partitë e tjera që janë të reja, pra kanë dalë rishtazi në këto zgjedhje të 2025-s. Pritet edhe në qendrat e tjera të votimit, pra në KZAZ-t e tjera, të nisë procesi i numërimit, pasi ka patur ndërprerje për shkak se grupet e numërimit kanë kërkuar një pauzë për shkak edhe të angazhimit, pra, më falni, gjatë gjithë kohës që kanë qenë duke numëruar edhe gjatë natës, ndërkohë që pritet pra këtë paradite, disa kanë zgjedhur të nisin rreth orës 10 të mëngjesit, disa të tjera nga dreka, pra ora 12, siç është edhe aktualisht e gjimnazi Sami Frashëri. Dakor, Dafina. Përgjithsisht ka qenë një proces i qetë i numërimit të votave. Normal, i qetë do ishte, kanë marrë punë para. Nuk e dim se sa i qetë do të jetë edhe numërimi për kandidatët të subjekteve politike, pasi janë sigurisht disa kanë dalë edhe fletë pavlefshme, për shembull në zonën e Kamzës kanë qenë 2 kuti, 2 qendra të votimit kanë qenë për momentin janë pezulluar, pra nuk janë numëruar. Të paktën nga ajo çfarë kemi rezultuar ditën e djeshme, pasi është lënë pra Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ja ka lënë në dorë KZAZ-s së zonës për të vendosur nëse këto kuti do të numërohen apo do të cilësohen, pra do të konsiderohen të pavlefshme nga ana e Komisionit KZAZ-s. Dakor, faleminderit Dafina, ndërkohë